4 sezoneve të Big Brother VIP Albania publiku ka ndjekur me pasion lojën, emocionet dhe karakteret e shumta që kanë kaluar nga shtëpia më e famshme në vend. Por kush nga të gjithë këta banor mund të konsiderohet më i forti? Këtë pyetje ja bëm inteligjencës artificiale, e cila analizoi popularitetin, ndikimin brenda shtëpisë, strategjitë e lojës dhe impaktin jashtë saj. Sipas analizës, banori më i fortë rezulton Luizelli, fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP. Luizi përfaqëson një kombinim të rrallë të faktorëve që shpesh nuk përputhen te një konkurrent i vetëm: karizëm, lojë strategjike, komunikim të drejtpërdrejtë dhe lidhje të fortë me publikun. Ai krijoi një rrëfim të qartë gjatë qëndrimit në shtëpi, duke ruajtur linjën e protagonizmit nga fillimi deri në fund. Historia e tij me Kiara Titon dhe mënyra si e menaxhoi lojën e bën atë një nga figurat më të ndjekura të edicionit, por edhe të gjithë historisë së formatit në Shqipëri. Natyrisht, secili sezon ka pasur personazhe të veta të spikatura, nga Iliri e Donaldi, te Egla, Heidi dhe së fundmi Gjesti, por në një analizë të përgjithshme ku kombinohen të gjithë indikatorët, Luizi del në krye. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.